Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të takohemi, shpresoj që të keni kaluar një natë me energji të bukur pozitive. Sot do të nisim të flasim për Donald Veshaj dhe Bora Zemanin. Një lajm që në fakt na ka tronditur javë më parë, muaj më parë, ishte ky lajmi që Bora dhe Donaldi i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre. Do të thënë një dashuri e cila u komentua, një dashuri e cila u përfol, një dashuri e cila u shndërua në një film i titulluar 5 herë jo. Bora dhe Donaldi japin maksimumin për të qenë në qendër të publikut. Tani, Donaldi nuk poston asnjë fotografi me Borën, domethënë Instagramin e tij e ka fokusuar vetëm në artin edhe në punën që bën Donaldi. Ai është tërhequr krejtësisht nga pjesa e televizionit, është tërhequr krejtësisht nga pjesa e moderimit, është tërhequr krejtësisht nga pjesa e influencës, do të thënë qëndron vetëm në profesionin e tij, në pikturën e tij të dashur, në arkitekturën që di të bëj vetëm Donald Veshaj. Mbaj mend në Big Brother VIP Albania 1 në shenjë respekti të pavarësisë së Kosovës, Donald Veshaj pikturoi në formën më të bukur legjendarin Adem Jashari dhe pikërisht kjo fotografi ngriti një kuriozitet të madh se çfarë mund të bëj Donaldi tjetër dhe siç duket eksperiencat dhe komentet, mesazhet që ne marrim nga të tjerët, e shikojmë veten se ku ato ne duan të na shohin më shumë. Dhe kjo gjë e fokusoi Donaldin që të fokusohet në punën dhe në eksperiencën e tij. Por, mos postimi i fotografive bashkë me njëri tjetrin, ndonjëherë ndonjë like jo aktiv nëpër foto, ka ngritur dyshime që Donaldi dhe Bora kanë shkatëruar lidhjen dhe raportin e tyre. Por që sipas lëvizjeve që bëjnë, ky lajm nuk rezulton që të jetë i vërtetë. Gjithashtu dhe lajmi që doli që Bora Zemani do të largohet nga topi, do të thënë nuk rezultojnë si lajme të vërteta. Bora Zemani vazhdon të jetë fuqishëm tek emisioni për shqiptarët, sepse është një emision ku Bora ka gjetur përfundimisht profilin të cilin Borën e sjellën më bukur dhe më me energji tek publiku shqiptar. Marrëdhënien me Donaldin e ka shumë të bukur, do me thënë një dashuri që vazhdon të jetë afatgjate, shumë e vërtet, ka raporte shumë të mira dhe me familjen e Donaldit, me nënën e Donaldit, do me thënë gjithmonë është treguar që nëna e Donaldit është e lidhur shumë shpirtërisht dhe e do pafund Bora Zemani sepse vin po edhe nga i njëjta zonë, vin nga i njëjti vend, që të dyja, do me thënë ka krijuar një lloj lidhje shpirtërore në mënyrën më të mirë të mundshme me Borën dhe kjo tregon që do të thënë Bora është e lumtur dhe ndjehet e bekuar që është pjesë e familjes Veshaj, që ka raport mrekullueshëm dhe me Romeon, që ka raport mrekullueshëm dhe me Marion, domethënë vllaun tjetër të Donaldit, por që ka një krisje që përflitet nëpër media, që shkruhej nëpër media me tituj gjigant të mëdha që kris marrëdhënia e Borës, kris marrëdhënia e Donaldit, do të thënë kjo nuk është as pak e vërtet. Donaldi dhe Bora kanë një dashuri të jashtëzakonshme ndaj njëri tjetrit, japin emocion të jashtëzakonshëm për njëri tjetrin dhe bëjnë njëri tjetrin që të jetë sa më shumë në qendër të vëmendjes. Dua të marr mendimin tuaj.